Përshëndetje të gjithëve. Shumë për jush më keni shkruar për të ditur një mënyrë të thjeshtë për të zberur njollat në lëkurë. Sot do t'ju tregoj se si e përgatis vetë në shtëpi një krem natyral moriz, qumësh dhe vaj ulliri. Është një metodë që e kam provuar dhe funksionon shumë mirë. Dhe përpara se të fillojmë, dua t'ju bëj një ftesë. Nga cili qytet apo vend po na ndiqni sot? Shkruani në komente këtu poshtë dhe t'ju përshëndes personalisht. Përbërësi kryesor është orizi i bardhë, i pasur me një seshte, i cili ndihmon në reduktimin e melaninës. Marrim 3 lugë gjellë oriz, i hedhim në një kavanoz qelçi dhe shtojmë 200 ml ujë. Orizin e dim të gjithë që e shfrytëzojnë prej shekush në Kore dhe Japoni për të zbutur dhe ndriçuar lëkurën. E mbyllim kavanozin dhe e lëm të fermentohet për 24 orë. Ky proces fermentimi aktivizon atë dhe e bën shumë më potent për lëkurën tonë. Pas 24 orësh e vendosim orizin me gjithë ujë në blender, e grim derisa masa të bëhet kremoze. Më pas e kullojmë shumë mirë me një nap ose sit të imët, që të mos mbetet asnjë kokër. Tani shtojmë një lugë gjellë e një seshte misri. Kjo ndihmon kremin të ngjitet në lëkurë dhe të përthithet më mirë. Dhe në vend të qumshtit lur po përdorim qumësht të lëngshëm, i cili është plot proteina dhe ndihmon në forcimin e barrierës së lëkurës. Shtoni qumshtin pak nga pak, ndërkohë që përzjeni për të shmangur formimin e kokrizave. Masën e fituar e hedhim në një tenxhere dhe vendosim në zjarr shumë të ulët. Këtu duhet të keni durim. Përzini pa ndërprerje me një lugë druri. Për pak minuta do të shikoni se si masa shndërrohet në një krem të butë dhe homogjen. Shikoni sa e bukur po bëhet. Është shumë e butë në prekje. Pasi e heqim nga zjarri dhe e lëm të ftohet, shtojmë një lugë çaj vaj ulliri. Vaj ullirit është i pasur me vitaminë E, duke e bërë këtë krem një bombë hidratimi që riparon qelizat. Aplikojni në zonat ku keni njolla, lërni të veprojë gjatë gjithë natës dhe lajni në mëngjes me ujë të vakët e pastaj me pak ujë të ftohtë. Mund ta mbani në frigorifer deri në 7 ditë. Kjo ishte receta për sot. Shpresoj t'ju vlejë dhe ta provoni. E rëndësishme është të keni pak durim dhe rregullsi. Ju faleminderit shumë që më ndoqët. Pas që shëndet dhe shihemi në videon tjetër.